4 persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një përleshjeje të armatosur që ka ndodhur të enjtë rreth orës 13:40 në sheshin Bulevardi i Dëshmorëve në Podujev. Prokuroria themelore në Prishtinë ka vërtëditur se sipas të dhënave fillestare të hetimit, në ngjarje janë përfshirë 3 persona, ndërsa nga të shtënat me armë zjarri, lëndime trupore kanë pësuar 3 të përfshirët, si dhe një kalimtar i rastit. Sipas prokurorisë dyshohet se personat e përfshirë kanë lidhje familjare, përkatësisht bëhet fjalë për një bdedaj, ndërsa motivi i dyshuar i konfliktit lidhet me një mosmarrëveshje të mëhershme. Menjëherë pas marrjes së informatës nga Policia e Kosovës, prokurori i kujdestari i Departamentit për krime të rënda ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në bashkëpunim me njësitet policore, ka ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rastit. Prokuroria ka njoftuar se personat e përfshirë dyshohen për kryerjen e veprës penale vrasja e rëndë në tentativë, sipas nenit 173, lidhur me nenin 28 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të plagosurit janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. Prokuroria themelore në Prishtinë ka vërtëditur se në koordinim me Policinë e Kosovës po vazhdon hetimet për të sqaruar plotësisht rreth anët e kësaj ngjarjeje.